Përshëndetje jeta o shef, quhem Drilon Niko, punoj te Pizza Inn, motorist. Desha me motor në darkë, kisha një porosi për të çuar në rrugën 5 Maj. Te kryqëzimit e Selvia më ndodhi një aksident. Unë isha duke marrë rrugën drejt, për të shkuar te shkolla Mysomame, një taksi ishte po vinte drejt meje dhe donte të kthehej te shkolla, u kthye te shkolla Partizane. Aty, momentin që pash frenova dhe ula shpejtësinë, nuk munda të ndaloj mjetin tim, do përplasa me taksin. Taksia e pa që ishte edhe vetë gabim, mbla mua të shtrirë në tokë dhe u largua nga vendngjarja. Akoma e sot, personi gjendet i lirë. Ndërkohë që policia e shtetit, me aty ka 200 kamera, akoma nuk është në gjendje të gjej targën e personit dhe të arrestoj autorin. Ju lutem më ndihmoni ta gjejmë sa më parë atë që më bëri këto dëme. Unë ndonja i shtrirë, erdhi ambulanca, erdhi policia, më bëri testin e alkoolit, mori patentën, lejen e qarkullimit, çdo gjë isha në rregull, me shpejtësinë e lejueshme me të gjitha. Personi gjendet i lirë akoma. Faleminderit.